Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Para se të filloj me shpjegimet, flas me një shpjegimet e përgjithshme në lidhje me itinerarin tim dhe mënyrë se si funksionon lidhjet e mia të drejtë për drejta. Atëherë si fillim bëj parashikimin e përgjithshëm, ose më themi bëj analizën e përgjithshme të hënës së plot në këtë rast. Pas kësaj kaloj tek shenjat, të gjitha me radhë. Përshëndetje. Dhe të gjitha këto, në video në fund, e ve tek kanali im YouTube-it, aty ndaj edhe në shenja, mund të keni më thjesht për ta ndjekur. Mbi të gjitha, pasi të kem mbaruar shpjegimet e mia, drejtoj pyetje tek ju, nëse keni ndonjë pyetje për të bërë në lidhje me temën e ditës, që është ajo e hënës së plot. Është një periudhë goxha e ngjeshur, prandaj dhe mund të keni edhe pyetje të tjera, do mundohem që t'i marr, pa e zgjatur shumë lidhjen e drejtë për drejtë, sepse bëhet dhe shumë e lodhshme pastaj për të gjithë ne. Okej, kjo ishte mënyrë se si zhvillohen lidhjet e drejtë për drejta, ndërkohë që për shërbimet e mia të tjera. Atëherë, unë përveç këtyre lidhjeve që siç e shikoni, janë parashikime të përgjithshme ose analiza të përgjithshme, bëj edhe analiza personale, ku analizoj hartën tuaj të lindjes dhe në bazë të saj bëjmë edhe parashikimet se si mund të zhvillohemi në një periudhë të caktuar kohe. Pjesa më e rëndësishme, ose më themi arsyeja që unë mund të dalloj nga të gjithë astrologët e tjerë, është sepse unë fokusohem më tepër tek evolimi jon si individ dhe si shpirt. Pra çdo eksperiencë materiale që ne na prek e perceptoj, ose më themi jo mundojmë që t'ja shpjegoj nga ajo pikpamje, në mënyrë që edhe ju ta keni më të thjeshtë edhe te kalimin e problemeve tuaja aktuale dhe mbi të gjitha të përdorni hartën tuaj në mënyrë që të arrini potencialin tuaj të vërtet. Ka shumë persona që më pyesin për ascendentin, po jap edhe një shpjegimin e kësaj, duke qenë se ka shumë njerëz që e dinë orën e saktë të lindjes. Mund ta gjeni atë nëpërmjet faqeve të ndryshme të cilat ekzistojnë në internet, pra nëse fusni të dhënat tuaj që është dita, muaji, viti dhe ora e lindjes, dhe i qyteti ku keni lindur, nëse fusni këto të dhëna. Pra mundeni që të gjeni ascendentin tuaj, mundeni të gjeni dhe vendosë të tjerë planetare, ndërkohë që për të gjithë ata që nuk e dinë orën e tyre të saktë, atëherë mund ta marrin si shërbim nga unë. Është një shërbim i cili bëhet me pagesë. Pra gjetja e orës së saktë, një lloj siç janë edhe shpjegimet që sapo bëra në lidhje me analizën e përgjithshme të hartës. Okej, këto ishin shërbimet. Atëherë, përshëndetje edhe një herë të gjithëve. Pasi mbaruam punë me këto, po kalojmë tek pjesa më e rëndësishme ose më argëtuese. Kjo hënë plot do të jetë ditën e hënës në datën 12 maj 2025, do të jetë në orën 18:55 dhe do të jetë tek shenja e akrepit, ndërkohë që dielli gjatë kësaj periudhe do të vazhdojë që të jetë tek shenja e demit. Gjatë hënës së plot do të kemi vendosje të shumta tek shenjat e zjarrit, por do të jenë shumë aktive. Dhe shenjat e ujit. Hëna vetë, e cila është drejtuesi i shenjës së gafores dhe në përgjithësi ndihet mirë tek shenjat e ujit, nuk mund të themi që është e njëjta gjë e vlefshme tek shenja e akrepit, duke qenë se është një shenjë karmike. Kjo do të thotë që për ne do të përballemi me vërtet shumë sfida. Dhe mbi të gjitha, duke qenë se kjo hënë e plot do të jetë edhe në një yll fix, i cili na sjell vërtet shumë tendenca, edhe ose më të themi ka një dualitet tek yll fix. Dualiteti që ndron në këtë pikë ndodhet tek një yjësi e cila quhet Ophiuchus, ose më të themi është pjesë e yjësisë Ophiuchus, është pjesë e gjarprit e cili ta i mban në dorë. Gjarpri në mitologji dhe në astrologji ka kuptimin e shërimit dhe të helmit, një lloj siç është edhe në botë. Pra, ne mund të helmohemi ose edhe mund të shërohemi. Është vërtet një ndikim shumë i thellë dhe i fuqishëm. Në qoftë se ne arrim që të perceptojmë plagët tona, arrim që të kuptojmë mirë se çfarë
janë gjërat të cilat na ofrohen, apo cilat janë gjërat të cilat ne ja ofrojmë shoqërisë, në këtë rast kemi mundësi që të te i kalojmë vërtet shumë vështirësi që mund të kemi pasur deri tani në jetë. Pra, kemi mundësi që të shërohemi. Por gjitha kjo është nëse ne rikthehemi tek bota jonë e brendshme. Problemi ose vështirësia që do të hasemi është se kjo hënë e plot, siç e përmenda, është tek shenja e Akrepit, ndërkohë që drejtuesi i Akrepit është Plutoni. Dhe gjatë kësaj periudhe është në retrograd. Prandaj edhe çdo gjë mund të thotë edhe rikthimet çdo lloj problematike që ne kemi pasur nga shkuar. Është një energji vërtet shumë e rëndë, duke qenë se Plutoni është në këto momente vërtet shumë i ngadalt. Kjo do të thotë që do të zvariten shumë probleme, do të thotë që do të zvariten shumë edhe çështjet edhe rrugëzimjet, më mirë të themi. Ndërkohë që kemi edhe fatin e mirë, siç e thash, që në qoftë se ne jemi të aftë dhe perceptojmë mirë situatën, pra në qoftë se vëzhgojmë mirë, ky ngadalësim në të vërtetë do të na bëjë vërtet shumë mirë. Arsye kësaj është se do të kemi aftësinë ose të mundësinë edhe të kohës në këtë rast që ti perceptojmë mirë gjërat, pra do të na jepet shumë më tepër kohë se zakonisht. Do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga Saturni, duke qenë se kjo hënë e plot do të jetë në kënd pozitiv me Saturnin. Saturni do të thotë edhe përgjegjësia jonë. Për fat dhe diçka tjetër shumë më pozitive është se ndodhet në gradën 28 të shenjës së Peshqit. Grada 28 ka një veçanti që neve marrim gjithmonë ndihmë nga sistemi, sepse jemi në periudhën përpara krizave shumë të mëdha. Për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe do të vëmë re një ndihmë shumë të madhe nga sistemi. Kjo mund të vijë në forma shumë të ndryshme, por në përgjithësi do të vijë në saj të punës dhe përpjekjes që ne kemi bërë deri tani për të mirëmbajtur kontaktet të shëndetshme. Kjo mund të jetë në çdo fushë të jetës tonë. Pra mund të jetë edhe nga familja, nga prindrit tanë, varet nga shenjat që do të kaloj pak më vonë, por në përgjithësi do të marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe për të tejkaluar të gjitha problemet dhe në disa raste, ose më thënë në shumicën e rasteve, janë pikërisht ato që do të na bëjnë të ditur se ku ka qëndruar problemi, pra nëse ne vetë nuk jemi të aftë. Energjia e kësaj hëne të plot është vërtet shumë e rëndë, duke qenë se hëna vetë, si trup planetar, nuk është se ndihet mirë tek shenja e Akrepit, siç e përmenda. Shenja e Akrepit është një shenjë vërtet shumë karmike dhe na shtyn ne që të tejkalojmë ose të kalojmë nëpër sfida të pafundme, të marrim mësime të pafundme, në mënyrë që ne të shikojmë dhe të perceptojmë mirë plagët tona dhe të tejkalojmë ato. Kjo është edhe një nga arsyet që në këtë rast na jep edhe shërim, por një shërim të plot, sepse ne arrim që të evoluohemi, të rritemi si individ. Dhe në saj të kësaj arrim edhe që të bëjmë mësues shumë të mirë, si ndaj vetes tonë, po ashtu edhe ndaj shumë të tjerëve. Është një energji vërtet shumë tronditëse, se do të ketë ndikim efektin e tërmetit, dhe një energji vërtet shumë transformuese, duke qenë se Akrepi është edhe metamorfozë, pra është shenjë e metamorfozës. Ne nga larva kthehemi në fluture, pra. Pra gjithçka jona arrin potencialin tonë, se nëse ne i japim mundësi dhe përzjedhim mirë, atëherë do të thotë që arrim në potencialin tonë të plot. Është një nga hënat e plota që, siç e thash, është vërtet shumë e fuqishme, mund të jetë vërtet shumë e lodhshme, sepse ka shumë energji tronditëse dhe që mund të vitë të papritura, duke qenë se do të nxjerrë në sipërfaqe botën tonë të brendshme ose subkonsciencën tonë. Dhe nuk do të jemi më të aftë që të shmangemi problemeve, vonesave apo në disa raste edhe përgjegjësive, të cilat deri në këto momente ne mund të kemi shmangur. Kjo do të prek shumë. Kjo në plot do të prek shumë martesat ose lidhjet afatgjata, sepse në të njëjtën kohë do të jetë edhe në takim me një asteroid i cili quhet Juno dhe ka të bëjë automatik ose drejt përse drejti me martesat. Në qoftë se po shpreh në këtë mënyrë, në qoftë se ka një çarje ose një plasaritje brenda martesës, atëherë kjo do të thotë që mund të krijohen përçarje vërtet shumë të mëdha, pak më tepër që mund të kemi edhe ndikimin e Uranit. Ndërkohë që hëna është në takim, siç e përmenda, me këtë asteroid me Juno, dielli do të jetë tek shenja e Demit dhe në takim me Uranin. Urani është planeti i cili është vërtet i paparashikueshëm. Nxjerr në jetën tonë
ndryshime vërtet shumë të mëdha dhe të menjëhershme. Pak më tepër që duke qenë se do të jetë i fshehur mbrapa diellit, ne nuk do të arrijmë që të perceptojmë mirë se cilat janë këto ndryshime, se do të dalim pak nga mbrapa, le të themi, jo pak, por vërtet nga mbrapa dhe nuk do të jemi vërtet të aftë që të perceptojmë. Por kur arrijmë që t'i perceptojmë, ose më të themi, kur më dhe marrim edhe ndihmën, siç e thash, nga shumë individ që do të kemi rreth rrotë, pra do të bëhemi pak a shumë pasqyra e njëri tjetrit. Por çdo gjë që ne nuk arrijmë vetë ta perceptojmë, shoqëria jon apo familja jon, në disa raste partnerët tanë, do të na i bëjnë ne të ditur këto. Por siç e thash, kemi një vështirësi vërtet shumë të madhe në lidhjet afatgjata dhe tek martesa. Ndërkohë që e njëjta hënë plot mund të thot edhe një rritje shumë të madhe në xhelozi. Duke qenë se kemi një Venus i cili është vendosur tek shenja e dashit dhe kjo do të thënë vërtet një anën tonë instiktive ose impulset tonë janë vërtet shumë në pa, janë shumë në skenë në këto momente. Për këtë arsye ne jemi vërtet shumë impulsiv, reagojmë shumë dhe edhe gjë më të vogël mund ta zmadhojmë, ta stërhollojmë në mendjen tonë dhe kjo mund të shpirë edhe në xhelozi. Këtë xhelozi do ta vëmë më tepër tek femrat, po nuk do të thënë se janë vetëm femrat edhe që do të bëjnë xheloze, por mund të vijë re më tepër tek femrat. Në ana tjetër, mund të vijnë re dhe zhgënjime, siç e përmenda pak përpara që mund të jenë brenda martesave ose lidhjeve afatgjata. E njëjta gjë mund të jetë edhe një zhgënjim që ne kemi ndaj shoqërisë, sepse mund të dështojmë në mbrojtjen e individëve të cilët kanë nevojë për mbrojtjen tonë, që në përgjithësi këto mund të jenë fëmijët ose gratë. Mbi të gjitha mund të vëmë re edhe një rritje të dhunës ndaj kafshëve, jo vetëm atyre shtëpiake, por në përgjithësi kemi një rritje shumë të madhe të agresivitetit pranë. Kjo hënë e plot do të ketë këtë ndikim. Neve do të na sprovoj vërtet shumë se sa ne vetë si individ do të kryengrihemi ndaj padrejtësive që po bëhen në këto momente në tokë. Pra është, le të themi, provimi i fundit që ne, ose e drejta e fundit që ne kemi përpara se të ndëshkohemi nga qiejt, le të themi. Duke qenë se në këto momente kemi dhe aftësinë shumë të madhe për të qenë më tepër altruist. Duke qenë se në këto momente jemi vërtet shumë të aftë për të kuptuar se cilat janë problemet që ekzistojnë në shoqëri. Por kemi edhe një luftë shumë të madhe egos. Prandaj edhe në këtë rast neve të gjithëve do të na duhet që të zgjedhim se cila është rruga që ne vetë si individ do të zgjedhim. Do të zgjedhim që të themi atë çfarë është e drejtë, apo do të zgjedhim që të rinë në zonën tonë të komfortit. Duke qenë se akrepi do të thonë dhe luftë, ndërkohë që demi, ku ndodhet dielli në këto momente, do të thonë dhe komfort, pra rahati. Është pikërisht në dorën tonë që të zgjedhim. Në këtë rast kemi ndihmë shumë të madhe, siç e përmenda, nga Saturni, sepse ai na shton në përgjegjësinë tonë. Dhe mbi të gjitha, duke qenë se do të kemi dhe personat rreth rrotull apo çdo gjë pak a shumë që do të na bëhet reflektuese, pra pasqyrë për çdo gjë që neve mund të kemi të mangët, apo që në disa raste edhe që mund të kemi dhe aftësi për të shprehur më shumë më tepër se të tjerët. Pra do të kemi mundësi vërtet shumë të mëdha për të zgjedhur rrugën e dur, por kjo është komplet në dorën tonë dhe komplet në dorën e individit. Gjithsesi, këtë më duhet ta them që kjo hënë e plot sjell në jetën tonë një agresivitet vërtet shumë të lartë, sjell në jetën tonë një përçarje shumë të madhe në jetën tonë shoqërore dhe sjell një përçarje shumë të madhe edhe në botën tonë të brendshme. Të gjitha këto ndodhin në mënyrë që çdo gjë negative që ekziston brenda nesh, ne të mund të përballemi dhe të mund të shërohemi. Pra, ndikimi më i madh i kësaj hëne të plot, përfundimi mirë të themi, do të jetë vërtet një shërim i plot. Problemi është këtu. Në këto momente është vërtet shumë e vështirë dhe është shumë e dhimbshme. Pra asnjë gjë nuk mund të jetë e lehtë në këto momente. Për këtë arsye mund të kemi vërtet shumë sfida të mëdha, si në jetën tonë sociale, po ashtu edhe në jetën tonë personale. Në jetën tonë sociale,
Mund ta keni dëgjuar që ka pasur lufta aktualisht edhe midis Indisë dhe Pakistanit, ndërkohë që lufta midis Izraelit dhe Palestinës vazhdon që të jetë edhe më e stërzmadhuar. Të njëjtën gjë mund ta vëmë në shumë vende të botës, duke qenë se në këto momente ne vërtet siç e thash po testohemi. Ne vetë si individ ose mirë themi si shoqëri, sa e pranojmë këtë lloj dhune. Pra, duke qenë se ata që janë në krye janë vetëm disa individ, ne a i pranojmë apo si pranojmë këtë dhunë që po ushtrohen nga disa individ të caktuar, apo kryengrihemi dhe kërkojmë që të bëhet ajo çfarë është e drejtë. Pra. E njëjta gjë do të jetë edhe vlefshme edhe në shkallë më të ulët, pra, edhe aty në qelizat e shoqërisë, brenda familjeve. Në këto momente mund të kemi një luftë vërtet shumë të madhe egosh, mund të kemi një imponim shumë të madh ideve, ideologjive. Dhe kjo mund të thot edhe një përçarje vërtet shumë të madhe midis këtyre qelizave, pra, midis familjeve. Në këtë rast, ju bie punë të gjithë individëve, pjesëtarëve të familjes që të shprehin atë ose më të them të mbrojnë të drejtën. Jo vetëm të tyre, po edhe të personave të cilët e shikojnë që mund të jenë duke u shtypur. Ndërkohë që kjo do të vazhdo edhe në familje, edhe në martese, tjerë që siç e përmenda disa herë, mund të jenë vërtet shumë të prekura. Kemi ndikime pozitive, po e them në mënyrë shumë të thjeshtë, është afatgjat. Duke qenë se po, do të kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv, sepse falë kësaj shtypje që sapo përmenda, shtypje të ndërgjegjes, shtypje të masave kolektive, neve do të vëmë re diçka shumë të rëndësishme. Do të shikojmë gjërat me më tepër thellësi dhe do të vëmë re një rritje vërtet shumë të madhe të vetëdijsimit kolektiv, po ashtu dhe të zgjimit kolektiv. Do të vëmë re edhe formimin e organizatave të ndryshme humanitare, ose dhe zgjerimin atyre që janë aktuale, por në këtë rast zgjerimin në përdorimin e vërtet, pra, për ndihmën e njerëzimit dhe jo vetëm për të mbushur xhepat e tyre, pra siç funksionojnë aktualisht shumica e këtyre organizatave. Kemi një revolucion të madh që po ndodh në këto momente, edhe pse jemi në fazën negative ose të dhimbshme, më të them se nuk mund të them negative, jemi në fazën e dhimbshme sepse në këto momente po përjetojmë të gjitha ato dhimbjet e lindjes, sepse po lindim në këto momente ose po rilindim, duke qenë se shenja e akrepit do më thënë edhe rilindje, po rilindim në një formë të re dhe më të evoluar, por automatikisht, si çdo dhimbje dhe kjo, si çdo lindje dhe kjo ka dhimbjet e saj. Okej, tani po kaloj tek jo, nuk po kaloj. Si fillim dua të përmend një herë ndikimet që do të kemi në lidhje me shëndetin, duke qenë se fola gjatë në për sa i përket çështjeve sociale, prekem më tepër në atë pikë, prandaj dhe dëshirova që t'i prekja pak më tepër, por në lidhje me shëndetin. Atëherë, kjo hën e plot ka një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm tek shëndeti. Duke qenë se siç e përmenda ndodhet tek gjarpri i officiusit dhe gjarpri do të thonë edhe një ndikim shumë të madh në mjeksi. Kjo do të thonë që mund të kemi një kapërcim shumë të madh ose një evolim shumë të madh në zgjidhjen e shumë problemeve jetësore, të cilat ekzistojnë sidomos në lidhje me sëmundjen e kancerit. Duke qenë se e përmenda, kemi ose më thënë akrepi, do të thonë edhe metamorfozë, dhe thelbi i kancerit është edhe duke qenë se qelizat ngelen në metastaz, automatikisht shumëfishojnë shumë, pra ndryshojnë tipologjia e qelizave, kjo është edhe arsye që ne smurim me kancer. Pak rëndësika, kthehemi në temë. Për këtë arsye, mund të kemi zhvillime të shumta në këtë pikë, pikërisht në këtë fushë në lidhje me mjekësinë. Nga ana tjetër, mund të kemi edhe një zhvillim vërtet shumë të madh në mjekësinë alternative. Ka një periudhë të gjatë që ka filluar dhe do të vazhdojë. Bile do të jetë vërtet shumë herë më tepër sa më shumë të kaloj kaq më tepër do të përforcohet, po pikërisht në këto momente është në një zhvillim vërtet shumë të madh, sepse do të fillojmë që të kuptojmë edhe ndërlidhjen edhe të mjekësisë klasike,
po edhe të shkencës klasike, ose më të themi të shkencave eksakte, me lidhjen e spiritualizmit, ose me lidhjen e mjeksive alternative. Janë të gjitha këto do të kuptojnë që çdo gjë është e ndërlidhur, asnjë gjë nuk është e ndarë. Pra, siç është edhe vërtet faktikisht. Pra, çdo gjë është e ndërlidhur, nuk ka asnjë gjë që është e ndarë, nuk ka vetëm shkencë eksakte, ose nuk ka vetëm spiritualizm, këto të gjitha janë anë të ndryshme të të njëjtës mënyrë. Po e themi në këtë mënyrë, ose gjuhë të ndryshme të universit. Dhe për këtë arsye do të kemi fillimin e gërshetimit të këtyre të kulturave të ndryshme. Në të njëjtën kohë mund të kemi dhe një evolim në lidhje me besimet, në lidhje me filozofitë. Po ashtu do të kemi dhe zbulimin e sekreteve të ndryshme të organizatave të ndryshme, të mund të jenë të Illuminatit e tjerë. Pra, mund të kemi dalë në skenë dhe të sekreteve të shumta edhe të shteteve çësaj periudhe, apo në mënyrë arsyet sepse mund të kemi vepruar në një mënyrë apo një tjetër gjatë viteve me radhë, duke gjatë gjithë kohës më të themi që Plutoni ka qenë tek shenja e Briciapit, e cila ishte i përgjithshëm vite me radhë, ka qenë është një periudhë shumë e gjatë. Okej, kjo ishte në lidhje me shëndetin. S'po e kuptoni ato të parat. Ajo çfarë bëj unë është astrologji karmike ose astrologji spirituale, kështu që automatikisht të shikoj nga pikpamje të ndryshme. Nuk flas thjesht u dashurova ose përfitova apo sfitova para. Për mua është e rëndësishme që të ushtroj këtë profesion si të plot, pra ta shikoj nga gjitha pikpamjet. Gjatë kësaj hëne të plot, do të preken gjërat më themelore të çdo shenje. Se më themi guri themelues i çdo shenje. Për dashin, dashi është shenja që arketipi i tij është luftëtari. Për këtë arsye, ajo çfarë do të preket më tepër tek shenja e dashit është që do të fillojë të luftojë ose të forcohet së bashku me pjesën e tij të hijes. Pra çdo gjë që ai e ka lënë të fshehur ose e ka pasur në subkonsciencë, fare kësaj hëne të plot do të arrijë që ta perceptojë dhe do të arrijë që të zhvillohet. Pra, do të luftoj, do të bëhet edhe më fuqishëm, sepse dhe pjesën e tij të hijes, dhe pjesën e tij të errët, atë që nuk e ka pranuar deri tani, do ta kuptoj dhe do ta përdorë atë si mbrojtje për të ecur, për të evoluar dhe për të arritur një mirëqenie vërtet shumë të madhe, sepse do të ketë një arritjen e potencialit të tij të plot. Do të arrijë të përdorë dhe anën e tij spirituale, do të arrijë të përdorë dhe anën e tij materiale në mënyrë pothuajse perfekte. Ajo çfarë do të përballet është më tepër, problemi më i madh ose çështja që do të përballet më tepër është në lidhje me të ardhurat materiale. Vartësitë që ai vet ka në çështjet financiare ose në çështjet materiale. Këtu do të arrijë të perceptojë se ku i ka tejkaluar ose ku mund të ka pasur vartësitë në pikërisht në çështjet monetare, mund të përjetoj emocione shumë të thella dhe të kuptoj shumë mirë vlerën e tij të ndarë nga ana materiale, pra vlerën e tij si vetë si individ, çfarë vlerë ka ai, çfarë ofron shoqërisë. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave monetare, do të më duhet të them që do të fillojmë që të kemi një rritje vërtet shumë të madhe, sepse do të humbasi pikërisht atë gremçin që kanë parat tek ai, pra do të arrijë që ti kuptoj se thjesht si një mjet ose ti përdori si një mjet në jetën e tij personale. Mund të kemi marrëveshje shumë të mira gjatë kësaj periudhe, ose më themi do të vere se cilat mund të jenë marrëveshjet e mira, bashkëpunimet, të cilat ato do t'i bëjnë që të kenë një të ardhurë materiale shumë më të madhe. Dhe do t'i përjetoj ndjenjat e tij dhe intimitetin e tij në mënyrë shumë më të thellë. Kjo do të thellojë dhe lidhjet e tij aktuale, e njëjta që është e vlefshme dhe për lidhjet e reja që mund të krijohen tani. Do të jetë shumë më i aftë për të komunikuar të vërtetën e tij dhe në mënyrë shumë më të thellë. Por mund të ketë edhe kriza xhelozie që siç e përmenda edhe gjatë përshkrimit të përgjithshëm. Gjithsesi, të gjitha këto kriza që mund të vinë do të sjellin një transformim vërtet shumë të madh. Këshilla do të ishte për shenjën e dashit që të shprehë ndjenjat e tij dhe të heqë dorë nga të gjitha lidhjet të cilat janë tashmë të kalbura apo jo efektive
në mënyrë që të mund të krijojë diçka të re, pra të rilind edhe në këtë aspekt të jetës së tij. Ndërkohë që për shenjën e Demit. Arketipi i Demit është në këtë rast rebeli dhe i dashuruari, duke qenë se është drejtuar nga Venusi, i cili ndodhet tek shenja e Dashit. Janë vërtet shumë impulsiv dhe shumë energjik qëse periudhë, janë shumë aktiv shenja e Demit. Kemi një vendosje vërtet shumë të rëndësishme, siç e përmenda edhe të Uranit, pikërisht që do të jetë në takim me Diellin tek shenja e Demit. Kjo do t'i japë atyre një energji shumë më të madhe. Do t'i bëjë ata shumë më tepër aktiv, do t'i bëjë ata shumë më interaktiv, pra do të jenë më pozitiv në mënyrë se si perceptojnë gjërat. Do të përballet automatikisht me të gjitha temat që mund të ekzistojnë në jetën e njeriu, të cilat i ka të domosdoshme, por fokusimi më i madh për ta vazhdon që të jetë ana monetare, duke qenë se kjo është edhe ajo çfarë krijon stabilitet më të madh, ose aty ku shenja e Demit ndihet më i sigurt. Mund të ketë emocione të fshehura që do të shpërthejnë papritur. Pra, nëse kemi pasur mbajtur diçka të fshehur ose periudhe ndaj një individi të caktuar, do të të them që këto ndjenja do të dalin në sipërfaqe dhe nuk do të mbajtur më të fshehura. Ndërkohë që ndikimi i Uranit mund të thotë edhe komplet të kundërtën, mund të thotë për sa i përket lidhjeve, pra, mund të thotë edhe ndarje të papritura. Gjithsesi, të gjitha këto ndodhin në mënyrë që ai të formohet më tepër si individ dhe të krijojë një farë lirie, edhe monetare, po ashtu edhe në jetën e tij personale. Do të ketë më tepër nevojë për liri pra shenja e Demit, duke qenë se do të kemi edhe disa ndikime edhe nga shenja e Pluton, nga planeti Plutonit, i cili ndodhet tek shenja ujore në këtë momente, gjë që do të shtyjë ata që të fokusohen pak më tepër edhe në zhvillimin e tyre në karrierë, pra profesional. Këshilla do të ishte që të balancon për shenjën e Demit, që të balanconte lirinë dhe lidhjet që kanë me partnerët e tyre. Pra nevojën për liri dhe partnerët e tyre, duke qenë se gjatë periudhe të që kemi përjetuar deri tani mund të kemi krijuar një vartësi vërtet shumë të madhe ndaj lidhjeve tona, dhe duke qenë se ndjenja ose nevoja për liri gjatë kësaj hëne të plot, me të themi, do të dalë shumë në sipërfaqe, por shenja e Demit mund të ketë një vështirësi për të balancuar këto të dyja. Prandaj këshilla në këtë rast do të ishte që të mundohej të balanconte pikërisht nevojën për liri dhe nevojën për të pasur një lidhje ose angazhimin që kanë brenda lidhjes. Ndërkohë që për binjakët. Binjakët janë në ndikime vërtet shumë të mëdha në këto momente, po zmadhohen dhe po zgjerohen shumë, duke qenë se kanë Jupiterin të vendosur tek shenja e tyre. Gjatë kësaj hëne të plot, i njëjti Jupiter do të jetë në kënd negativ me nyjen veriore, pra qëllimin që ne kemi në jetë. Për këtë arsye, mund të çalojnë në disa momente ose më themi nga kjo hënë plot të gënjejnë veten e tyre, ose më të themi të manipulojnë veten e tyre dhe të çalojnë në lidhje me qëllimin që ata kanë në jetë. Ky qëllim në përgjithësi do të jetë në lidhje me zhvillimin e tyre profesional. Pra, mund të kenë punuar vërtet shumë dhe të sabotojnë veten e tyre në momentin e fundit. Ndërkohë që kjo hënë e plot, për ta domethënë ndryshime të menjëhershme në jetën e tyre të përditshme dhe tek vendi punës, ndryshime në komunikimin që kanë me kolegët e tyre. Për këtë arsye, mund të përdorin pikërisht këto pra si justifikim për të ngelur mbrapa ose për të mos hedhur atë hapin e fundit drejt karrierës së tyre. Mund të kemi darje të menjëhershme ose dalin nga puna në momentin gjë që nuk e kanë menduar mirë ose nuk e kanë logjikuar mirë ose nuk e kanë llogaritur mirë. Në të njëjtën kohë për binjakët mund të kemi edhe probleme për sa i përket anës së tyre psikologjike, pra botës së tyre të brendshme. Duke qenë se kjo hënë plot ose më themi gjatë kësaj hënë të plot, Dielli dhe Urani do të jetë pikërisht tek shtëpia e tyre 12, që domethënë edhe bota e tyre brendshme, ana psikologjike. Duke qenë do të dalin në skenë shumë tematika të panjohura ose që kanë qenë të fshehura deri tani. Në disa raste edhe individ vërtet shumë problematik, persona të cilët mund të na zhgënjejnë, që mund i kenë pasur me të keq. Pra kjo automatikisht mund të çojë dhe shenjën e binjakëve që të zhgënjehen, dhe për këtë arsye mund edhe të kemi edhe kriza vërtet identitetin, të njëjtën kohë mund të shprehet edhe në anën e tyre një lodhje psikologjike. Pra.
Këshilla do t'ishte që për shenjën e binjakëve është shumë e thjeshtë, në të vërtetë është vërtet një këshillë shumë praktike, është që të dëgjojmë trupin tonë, sepse trupi është pasqyra edhe e shpirtit. Pra, çdo lloj problemi që ne kemi në anën tonë psikologjike faktikisht shprehet në trupin tonë. Një lloj siç mund të kemi për shembull akne të ndryshme që dalin në vende të ndryshme të fytyrës tonë për arsye të ndryshme. Kur dalin rreth gojës, këto mund të jenë hormonale të tjerë, po jap thjesht si shembull, njëjta gjë është edhe komplet në trupin ton, pra vjeni re mirë se cilat janë problemet ose shikojmë vëzhgojeni mirë trupin nëse periudhë. Për shenjën e gaforës. Në të vërtetë, duke qenë se hëna plot do të jetë në një shenjë uji, siç e përmenda, normalisht për shenjën e gaforës kjo do të thoshte diçka e mirë. Dhe mbi të gjitha ka dhe një kënd pozitiv edhe me diellin, edhe me hënën. Pra, në të vërtetë kjo do të thoshte diçka pozitive, por siç e përmenda në fillim, duke qenë se hëna nuk ndihet fare mirë te shenja e akrepit, por shenja e gaforës kjo do të thonë një disbalancë vërtet shumë e madhe. Nuk di se çfarë të bëj. Dhe duke qenë se arketipi i gaforës është nëna, ai që na ushqen. Dhe në këtë rast është ai që është i pafajshëm, sepse vetëm jep. Mund të preket vërtet shumë. Kjo mund të thotë që mund të shgënjet shumë nga gjithë personat që ka rreth rrotë. Mund të shgënjet shumë edhe mbi të gjitha nga vetja e saj. Duke qenë se do të dalin në skenë gjithë bota e saj e brendshme. Mund të kemi zhgënjime në fushën e dashurisë. Mund të kemi zhgënjime nga vetja jonë në fushën e dashurisë. Pra mund të japim më tepër se ç'duhet ose në disa raste mund të mos kemi guximin për të vepruar pikërisht në këto tema. Nga ana pozitive mund të kemi edhe një dashuri të papritur, pra. Dikush që hyn në jetën tonë si rufe, i cili ose e cila na bën që të fluturojmë, pra. Dhe e njëjta gjë është edhe në lidhje me shtatzanit, duke qenë se janë të gjitha të përmbledhura tek e njëjta fushë. Por kjo mund të thotë edhe të papritura në lidhje me anën tonë emocionale, mund të thotë edhe probleme në lidhje me çështjet e zemrës. Pra të gjitha ata që janë të shenja e gaforës dhe çështjet e zemrës, më të themi nga zemra si organ, të gjitha ata që kanë probleme në rrugët e tyre kardiovaskulare, të shenja e gaforës do të këshilloja që nesër të bëni testet e nevojshme në mënyrë që të paraprini këtyre problemeve. Këshilla për shenjën e gaforës është pavarësisht gjithçkaje të mos e mbyllë zemrën dhe të shikojë gjithçka me më tepër dëmshuri. Për Luane, ose më të themi ndikimi që do të ketë Luani nga kjo hënë e plot. Luani është ka çështje shumë të rëndësishme në këto momente që kanë të bëjnë me familjen e tij dhe me karrierën e tij. Por, tema kryesore që do të ketë ai do të jenë pikërisht çështjet familjare. Të gjitha temat e pazgjidhura, të gjitha problemet që kanë ngelur të hapura, plagët e hapura që mund të kemi në çështjet familjare. Për shenjën e Luanit do të fillojmë që të perceptojmë mirë dhe të gjejmë zgjidhje. Mënyra se si ata, ose më themi, vendi ku ata mund të marrin më tepër ndihmë është një vetvlerësim pak më i lartë, ose më të themi një rutinë e tyre e shëndetshme. Vazhdimi i vlerësimit të punës që ata bëjnë gradualisht çdo ditë. Dhe kjo do të shtojë ata edhe një perceptim, do t'i ndihmojë ata për të pasur një perceptim shumë më pozitiv. Mund të marrin edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe nga partnerët e tyre, nga personat që kalojnë më tepër kohën. Dhe në këtë rast, për shenjën e Luanit, mund të kemi edhe një intuit vërtet shumë të madh, shumë të lartë pra. Gjithsesi, mund të kemi një çrrënjosje ose tërmete të mëdha tek rrënjat që kanë të bëjnë, ajo të gjitha besimet që mund të kemë pasur në lidhje me personat që krijojnë familjet e tyre, sidomos në lidhje me prindrit, gjatë kësaj periudhe mund të marrin vesh informacione të cilat ata vërtet mund të bëjnë që të zhgënjehen. Kjo mund të çojë ata dhe në ndarje ose në krijimin e familjeve të tyre. Të gjitha këto veç mund të shkaktojnë edhe thyerje e zemrës, pra nuk është diçka që do të bëhet me dëshirë të plot, por do t'i ndihmojë automatikisht të zgjerohen ose dhe të shërojnë plagët e vjetra, pra edhe atyre të traumave që mund të kenë ardhur nga gjeneratat me radhë.
Mund të kemi pra me një fjalë do të kemi një ndryshim shumë të madh në gjithçka. Të gjitha këto do të përkthehen në një zhvillim vërtet shumë të madh në anën e tyre të karrierës, sepse do të perceptojmë më mirë vlerën e tyre si individ dhe vlerën e punës që ata kanë bërë deri tani. Bashkëpunimet gjatë kësaj periudhe mund t'i çojnë ata në një rritje të madhe në anën e tyre ekonomike, ndërkohë që për sa i përket çështjeve emocionale, kjo është një periudhë në të cilën do të jenë vërtet shumë më tepër të fokusuar tek familja ose problemet që janë familjare për të perceptuar mirë se cilët janë njerëzit që po hyjnë ose mundohen të hyjnë jetën e tyre, për këtë arsye dhe mund t'u shkasin nga syt. Këshilla për ta do të ishte që të qëndrojnë fort në vendin e tyre, pra atë çfarë kanë punuar deri tani të mundohen që ta mbajnë. Dhe të kërkojnë të drejtën e tyre. Në të njëjtën kohë, të mundohen që të perceptojnë mirë të gjitha intrigat apo edhe situatat e ndryshme që mund të kenë ekzistuar brenda familjes. Kjo do t'i bëjë ata që të ndërtojnë një jetë shumë më të shëndetshme për veten e tyre. Pra. Shenja e luanit në këto momente është goxha e prekur dhe pak më tepër që është një shenjë fikse. Pra, duke qenë se kjo hënë plot do të ndodhë tek një shenjë fikse edhe hëna dhe dielli, pra përballë me njëri tjetrin do të jenë tek një shenjë fikse, por shenja e luanit domethënë që do të ketë një kënd negative të hënën dhe me diellin, prandaj veçanërisht do të këshilloj që të jenë të vëmendshëm dhe të mos e lodhin shumë veten e tyre me çdo gjë toksike që mund të dalë gjatë asaj periudhe në skenë. Kemi një energji të lartë për fat të mirë sepse Marsi vazhdon që të jetë aty dhe mbi të gjitha do të ketë edhe një kënd pozitiv edhe me Venusin. Kjo mund të thotë edhe një zhvillim vërtet shumë i madh i botës së tyre dhe në qoftë se arrin që të përdorin, se të fokusohen këtu, atëherë mund të kemi edhe një rregullim të dukshëm të moralit të tyre për krah bashkë me problemet që mund të dalin, pra mund të bëjmë më tepër ballë, më mirë ose më thjesht. Për virgjëreshën ose shenja e virgjëreshës, ndikimet që do të ketë nga kjo hënë plot. Shenja e virgjëreshës është vërtet ndikimi që do të ketë ose mënyra se si do ta tregoj veten e saj ose do të shpreh veten e saj gjatë kësaj periudhe shenja e virgjëreshës, është një periudhë e gjatë, mërtemi është një periudhë afërsisht 3 javore që do të kemi që sot edhe në vazhdim. Për shenjën e virgjëreshës do të jetë vërtet ai i mençuri ose e mençur, atje ku do të shkojnë të gjithë për të marrë këshilla, sepse është personi i cili percepton më mirë veten e saj dhe më tepër ditë të përzjedhë dhe të artikuloj mendimet e saj ose të tij në mënyrë vërtet perfekte, e cila do të ndihmojë shumë njerëzit që kanë rreth rrotull. Për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe, shenja e virgjëreshës mund të jetë një nga shenjat e cila mund të fillojë që të ketë një rritje vërtet shumë të madhe. Sa më tepër që shikojmë dhe mundojmë i ndihmojmë të tjerët, aq më tepër ndihmojmë edhe veten tonë. Pra gjithçka është marrëdhënie. Ndërkohë që ndikimi më i madh që do të jetë në fushën e komunikimit dhe në marrëdhëniet që ai ka me vëllezërit e me motrat e tij. Kjo është një fushë në të cilën do të kemi një shërim pothuajse të plot, sepse komunikimi, siç e përmend, është vërtet shumë pozitiv për shenjën e virgjëreshës, pa kësaj hënë të plot. Dhe fokusi do të jetë pikërisht këtu. Mendimet do të jenë shumë më të qarta. Idetë, mënyra shprehive të ideve të saj do të jetë shumë më pozitive. Përgjegjësia që ata kanë dhe përgjegjësia që ju japin partnerëve të tyre do të jetë vërtet shumë e shëndetshme. Për këtë arsye edhe lidhjet aktuale mund të përmirësohen goxha dhe mund të shërohen të gjitha pikat ku mund të kenë qenë vërtet problematike, ku mund të kemi pasur përçarje. Për shenjën e virgjëreshës mund të kemi edhe një ndryshim të thellë, pothuajse në gjithçka, pra, sepse komunikimi i tyre do t'i bëjë ata që të kenë një përmirësim të dukshëm dhe një evolim vërtet shumë të madh. Këshilla do të ishte që të kalojnë në kërkim të informacionit. Informacioni në këto momente do të ketë një burim vërtet shumë të madh për shenjën e virgjëreshës dhe kjo do të ndihmojë ata për të kryer një farë stabiliteti vërtet shumë të madh ekonomik. Kjo do të shprehet më tepër pas kalimit të Jupiterit tek shenja e Kaforës, do të jetë në qershor, por në këto momente është vërtet shumë e rëndësishme kërkimi i informacionit për të krijuar një bazë të shëndetshme për ta, si në jetën e tyre profesionale, po ashtu edhe për sa i përket dhe vendit ku ata jetojnë, sepse mund të kemi ndryshime edhe brenda shtëpisë. Ndërkohë që jemi tek peshorja.
Peshorja ka një ndikim vërtet shumë fantastik, ose shumë pozitiv, një lloj siç ishte tek shenja e Beqireshës. Peshorja do të ketë një ndikim shumë të madh edhe për veten e saj dhe po ashtu dhe për gjithë njerëzit që rreth. Do të bëhet një pasqyrë shumë e mirë. Pra mund të arrijë që të kuptoj mirë problemet që kanë personat përballë dhe t'i shpreh shumë bukur, në mënyrë shumë artistike ata, pra pa i prek, pa i thyer personat që ka përballë. Për këtë arsye, për ta do të kemi një ndikim vërtet shumë të madh. Shumë njerëz mund të mblidhen rreth rrotull tyre, sepse do t'i shikojnë si burim shërimi. Ndërkohë që ajo vetë, pra shenja e peshorës, do të ndikimi më të madh do ta ketë për sa i përket të ardhurave materiale. Do të ketë një vetëvlerësim shumë herë më të lartë. Do të kemi një ndikim vërtet shumë të madh në mënyrën e perceptimit edhe të marrëdhënieve të lidhjeve, duke qenë se drejtuesit tyre aktualisht ndodhet tek shenja e dashit. Janë shumë herë më tepër aktiv dhe kërkojnë shumë, janë në kërkim të vazhdueshëm të sigurisë, të një marrëdhënie të shëndetshme dhe kjo i bën ata që të kenë një përmirësim të dukshëm si në anën e tyre materiale, do të kenë një vetëvlerësim shumë më të lartë, po ashtu edhe një rregullim të dukshëm të marrëdhënieve të tyre personale. Për shenjën e peshorës mund të kemi një, ose më themi, krizat e vetme që mund të kemi tek shenja e peshorës do të jenë pikërisht edhe këtu, tek një të gjë, kriza identiteti ose kriza në vlerën që e ka. Në qoftë se shenja e peshorës nuk arrin që të perceptojë, nuk e vlerëson veten e saj sa duhet, atëherë këtu mund të kemi kriza në mënyrë që ta perceptojnë se ku është problemi ose ku nuk po vlerëson veten e saj sa duhet, në mënyrë që të shërojë këtë pjesë të saj. Pra nëse kemi një pjesë që mund ta kemi kompleks apo që nuk e vlerësojmë sa duhet, një talentin ton, kjo hënë e plot do të na nxjerrë përballë kriza në mënyrë që ne ta mbrojmë ata tonë dhe ta zhvillojmë dhe nëse të saj të vlerësojmë vetën tonë dhe më tepër. Këshilla do të ishte për shenjën e peshorës të perceptonte që vlera e saj nuk varet nga ana materiale, po ose sa fiton, pra nuk kurse mund të matet me para ose me vlerë materiale. Vlera e saj është tek shpirti i saj, siç e përmenda, duke qenë se do të jetë një pasqyrë vërtet shumë e mirë e njerëzve përballë, në qoftë se arrin që ta perceptojë ose ta kapi nga kjo anë, do të fillojë të vlerësojë edhe veten e saj shumë më tepër. Ndërkohë që për akrebin. Akrep, për shenjën e akrepit, kjo hënë e plot do më thënë rilindje, është ringjallje, ngritja nga hiri, pra është Phoenix, duke qenë se kjo hënë e plot është pikërisht te gradet e fundit të akrepit. Për ta domethënë një rilindje vërtet një fazë vërtet shumë e rëndësishme, sepse në këto momente po kuptojmë vërtet vlerat e tyre, po kuptojmë vërtet se cilat janë gjërat ose rrugët që duhet të ecin, po krijojnë zërin e tyre. Dhe janë shumë më të përgjegjshëm edhe ndaj vetes së tyre, po ashtu edhe ndaj shoqërisë. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në marrëdhëniet që ata kanë me familjarët e tyre, ku gjithçka toksike do të tronditet, do të kemi tërmete vërtet shumë të mëdha në këto pika. Ata do të arrijnë që të perceptojnë shumë mirë se cilat janë temat të cilat ata duhet të zhvillojnë, ose cilat janë tema që ata duhet të shërojnë. Kanë një pjesë e hijes, pra, të shenjës së akrepit, tashmë do të kapen dorë për dorë dhe do të ecin bashkë me ta. Është vërtet një hënë e plot shumë e fuqishme dhe për shenjën e akrepit është shumë pozitive. Kemi daljen në skenë është shumë pozitive, por në këto momente mund të ndjetë shumë e dhimbshme. Këtë më duhet ta them në klapa, domethënë. Arsyeja që është e frikshme është sepse kemi daljen në skenë të gjitha frikrave që mund të ketë pasur të fshehura. Kemi daljen në skenë dhe të gjitha ëndrave që mund të ketë mbajtur të mbyllur në subkonsciencë, ose që mund të ketë lënë të haruara sepse nuk e kanë ndjerë veten të aftë mjaftueshëm, ose nuk e ka vlerësuar veten mjaftueshëm për t'i kthyer ata në realitet. Gjithsesi, kjo hënë e plot do të ndihmojë shenjën e akrepit pikërisht në këtë temë, të zbulojë se cilat janë armiqtë e tij të vërtet, të zbulojë se cilat janë talentet e tij të vërteta, të zbulojë se cilat janë vlerat e tij të vërteta, në mënyrë që të ketë një thellim vërtet shumë të madh, një evolim shumë të madh, si shpirtëror, po ashtu edhe në botën materiale, të kuptojë që këto të dy janë të gërshetuara me njëra tjetrën dhe të mund t'i përdori ato si superfuqi për veten e tij. Këshilla do të ishte për shenjën e akrepit automatikisht
që të mos shmangi përballjet që ka me botën e tij të brendshme, pra pjesën e tij të hijes, sepse kjo është pikërisht fuqia ose superfuqia e tij më e madhe në këto momente. Çdo gjë që çdo ëndër që mund ta ketë lënë në sirtar, në këto momente ka një fuqi shumë të madhe realizuese, pra për duke qenë se është në fazën e lindjes. Kemi një energji vërtet shumë të lartë. Edhe pse drejtuesi i tyre që është Plutoni është në retrograd, kjo nuk do ta ndalojë atë, mund të bile përkundrazi, mund të jetë vendim më madh sepse mund të ngadalsoj kohën në mënyrë që ata të kenë më tepër mundësi ose të kenë më tepër kohë për të realizuar diçka për ëndrat e tyre në këtë rast. Po kaloj tek shigjetari. Shigjetari ndikimi më i madh që ka, ose më themi, ajo çfarë do të thotë, çfarë po thotë në këtë moment, çfarë do thotë gjatë seanës të plot, do të jetë unë nuk do të aratisem më nga e vërteta ime dhe do të përballem me veten. Është edhe kjo një superfuqi, të cilën do të krijosh një shigjetari. Në të vërtetë të gjitha shenjat që janë pas Virgjëreshit, duke përfshirë Virgjëreshin, ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Sepse do të më thonë edhe një bashkëpunim shumë i madh dhe një angranim shumë i madh me shoqërinë. Dhe shenja e shigjetarit nuk është ndryshe. Kemi një përballje me pjesën e hijes, një lloj siç ishte tek shenja e akrepit, me përballje me veten. Dhe edhe për ta do të përballen pikërisht me ëndrat e tyre do të përballen pikërisht me gjithçka që mund të kenë ngelur e fshirur në jetën e tyre. Por ato gjëra që ata i kanë fshirur nga vetja e tyre, më të themi, dhe do të zbulojnë edhe se cilat janë fushat të cilat ata do të zhvillojnë. Do të kenë një realizim vërtet shumë të madh, ose më të themi një përmirësim të dukshëm në marrëdhëniet që ata kanë me familjarët e tyre, duke qenë se Saturni në këtë rast, duke qenë se është në kënd pozitive dhe me hënën dhe me diellin, pra me këtë hënë të plot, do t'i bëj ata që të jenë shumë më të përgjegjshëm dhe do t'i detyroj ata, më të themi, që të komunikojnë të vërtetën e tyre në mënyrë që të bëjnë edhe personat që kanë brenda familjes që të jenë më të përgjegjshëm krahas tyre. Kjo automatikisht do të ndihmojë ata që të kenë një rritje ose një zhvillim vërtet shumë të madh në jetën e tyre. Këshilla do të ishte edhe për ta që të mos i shmangen të gjitha hijeve që do të dalin përpara ose që i kanë përpara. Sepse ato janë pikërisht ose problemeve që mund t'i kenë pas dore, sepse do të jenë pikërisht ato që do t'i ndihmojnë për të pasur një stabilitet vërtet shumë të madh, duke filluar njerëz si fillim nga ana e tyre materiale dhe duke vazhduar tek një rutinë e shëndetshme, një vazhdimsi vërtet shumë herë më pozitive dhe më e shëndetshme në jetën e tyre. Mund të kemi një rregullim të dukshëm tek shëndeti i tyre fizik, ndërkohë që gjatë kësaj kohe mund të kemi pasur probleme vërtet shumë të rëndësishme pikërisht tek këto tema, që falë kësaj hëne të plot mund të kemi një zhvillim shumë pozitiv, duke qenë se do të kemi një ballafaqim me të gjitha problemet, edhe ata mund të kenë çaluar dhe në rutinën e tyre të përditshme ose në mënyrë se si ushqehen e të tjerë. Kjo do t'i bëjë ata automatikisht që të kenë një përmirësim të dukshëm në mirëqenien e tyre, pra vetë si individ në trupin e tyre, dhe kjo automatikisht do të përkthejë dhe një zhvillim vërtet shumë i madh në anën e tyre materiale. Po kaloj më njëherë tek shenja e Bicapit. Shenja e Bicapit ka një ndikim vërtet shumë të bukur. Unë personalisht është një fazë në të cilën e kam kaluar dhe në këto momente po jetoj, po e përjetoj, ndërkohë që shenja e Bicapit do ta përjetoj pikërisht fal kësaj hëne të plot. Dhe ajo çfarë do të thotë pas kësaj hëne të plot do të jetë që më ngelen vetëm misht e vërtet. Dhe kjo do ta fuqizojë vërtet shumë ata. Fal kësaj hëne të plot, për shenjën e Bicapit do të vëmë re një përmirësim të dukshëm në mirëqenien e tyre, sepse çdo gjë që mund të ketë qenë toksike ose çdo marrëdhënie toksike që mund të ketë ekzistuar me shoqërinë e tyre, për ta do të zhduket pothuajse. Mbi të gjitha,
ata vetë do të jenë shumë më perceptiv dhe gjitha ajo energji e humbur që të kalon të atje, tashmë do të fokusohet tek ana e tyre tek jeta e tyre personale. Do të fokusohet si fillim te komunikimi i tyre, në përzgjedhjen shumë më të madhe tek njerëzit që kanë rreth e rrotull, tek rrethit tyre ngushtë. Dhe mbi të gjitha kjo do të përkthejë dhe një zhvillim vërtet shumë të madh në anën e tyre ekonomike, ku mund të kenë ngelur pak mbrapa gjatë gjithë kësaj periudhe. Mund të kemi ndarje nga disa miq, siç e përmenda, dhe një përzgjedhje shumë të madhe tek rrethit tyre shoqëror. Po ashtu mund të hapen edhe dyer për njerëz të rinj, shumë më pozitiv dhe të shëndetshëm për jetën e tyre. Këshilla për ta do të jetë largohu nga gjithçka ose nga të gjithë ata që nuk përfaqësojnë më jetën të cilën do të jetosh. Në këtë mënyrë do të mund të zgjedhësh atë çfarë është më shëndetshme për ty vetë si individ dhe për shpirtin tënd, pra për evoluimin tënd. Kjo do të përkthehet në mënyrë, siç e përmenda, edhe nga ana materiale, sepse do të krijojë një stabilitet vërtet shumë të madh dhe në mirëqenien e tyre ekonomike. Atëherë për shenjën e ujorit. Shenja e ujorit është rebel në këto momente dhe do të rebelohet edhe më tepër. Kemi Plutonin që është drejtuesi i kësaj hëne të plot tek shenja e tyre dhe në retrograd. Dhe ajo çfarë do të thotë ujori, do thotë është mjaft. Dhe nuk dua të bëjmë role, por do të jem, do të jem origjinal, ose do të jem të përcjell pikërisht atë çfarë ndjej brenda vetes time. Do të jem besnik asaj çfarë ndjej brenda shpirtit tim. Ai është ujori, është vizionari ose personi i cili është i zgjuar, pra ai që percepton mirë ambientin, pra i zgjuar në kuptim që është çuar nga gjumi tashmë. Për këtë arsye, gjatë këtyre 3 javëve në vazhdim, do të kemi një ndryshim vërtet shumë të madh për shenjën e ujorit. Do të kemi ndryshime shumë të mëdha në karrierën e tij, në imazhin e tij publik. Këtë do ta bëj në mënyrë pothuajse të menjëhershme. Do të kemi ndryshime shumë të mëdha, po ashtu edhe nga mënyrë se si ai percepton vlerën që ka shoqëria. Kjo mund të çojë ata dhe në një përzgjedhje vërtet shumë të madhe të aktiviteteve që ai bën. Pra, mund të përzgjedhë diçka shumë herë më praktike, shumë herë më efektive, të cilët do të ndihmojë ata që të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh në karrierë. Në të njëjtën kohë do të kemi një rregullim të dukshëm të imazhit që ata kanë në publik. Kjo do të ndodhë sepse do të jenë shumë herë më të përgjegjshëm. Kjo nuk do të thonë që nuk do të kenë një rritje nga ana materiale, përkundrazi, do të jenë shumë herë më të përgjegjshëm në këtë pikë, në lidhje me harxhime, në lidhje me zhvillimin e tyre monetar. Për këtë arsye do të vëmë një rritje vërtet të madhe të dukshme të këtyre çështjeve. Këshilla për shenjën e ujorit është që të bëj pikërisht këtë, të lejë rolin që ka mbajtur deri tani dhe të ndjekë vizionin e tij, atë çfarë ka vizionuar, pra atë çfarë ka imagjinuar për jetën e tij. Kjo do ta ndihmojë vërtet shumë ata, edhe për të qenë më origjinal, gjë që do ta dallojë nga gjithë njerëzit e tjerë, po ashtu edhe do ta ndihmojë që të avancojë vërtet, që të ecë vërtet shumë në karrierë. Sidomos do të ketë një rritje vërtet shumë të madhe fal kësaj hëne të plot. Dhe kemi arritur tek shenja e fundit, që është ajo e peshqve. E përmenda në fillim që aktualisht Saturni, i cili ndodhet tek shenja e tyre, është në gradën e parafundit të shenjës së peshqve, është në gradën e 28. Dhe për ta kjo do me thënë ndihmë e madhe që vjen në fal përgjegjësisë që ata tregojnë. Por për shenjën e peshqve kemi një ndikim vërtet shumë të madh dhe të rëndësishëm. Duke qenë se kjo hënë plot ata do t'i shtyjë, ose më të them do t'i detyrojë që të rishikojnë edhe një besimet e tyre, sidomos ato që mund të kenë kaluar në fanatizëm, që mund të mos kenë pasur baza të shëndetshme, që në farë mënyrë mund t'i kenë mbajtur peng për të zhvilluar ose për të evoluar. Kjo do të thotë që kjo hënë plot për shenjën e peshqve mund të thotë një ndryshim shumë të madh tek bindjet që ata kanë, tek filozofia që ata kanë për jetën. Mund të thotë edhe trajnime të shumta të cilat do t'i zgjidhojnë ata vetë si individ. Dhe mund të kemi dhe një thyrje të tyre dhe një automatikisht një transformim vërtet shumë të madh. Transformimi në botë kuptimi që ne kemi do të përkthehet edhe në një zhvillim vërtet shumë të madh nga ana ekonomike. Ose përkthehet edhe në të njëjtën kohë dhe në një vetbesim vërtet shumë të madh. Përkthehen të njëjtën kohë dhe në një zgjerim vërtet shumë të madh të shoqërisë dhe të fushave të cilat neve kemi më tepër interes, pra një thellim vërtet shumë të madh te këto tema.
Ajo çfarë do të këshillohet për shenjën e peshqve do të ishte që të lënë tash më pas besimet të cilat janë të verbra dhe të përqafojnë mençurinë dhe intuitën e tyre që po ndjejnë pikërisht në këtë moment. Këto ishin ndikimet që ishin për të gjitha shenjat dhe për këtë hënë të plot. Dalin të gjitha, më bëhet qefi. Arsye që unë i bëj këto listë drejt për drejt është në mënyrë që t'ju ndihmoj sadopak që në pikat që janë të rëndësishme të mund të merrni masa. Ose ato çfarë keni mundësi, që është të më rëndësishme, që të mund t'i përdorni për të zhvilluar për të arritur potencialin tuaj të plot. Kur çdo individ rritet, automatikisht rritet dhe shoqëria, kështu që është një punë e bërë mirë në zërin tim. Faleminderit juve. Po e përsëris edhe një herë, këtë video do e vë tek kanali im YouTube-it, pasi ta kem vënë do vë dhe lajmërimin, do e vë tek story. Tek TikToku do e vë si postim, në mënyrë që ta dini që është gati. Po do e vë. Kur e vë tek kanali im YouTube-it, atje keni të ndarë dhe në shenja, është më thjesht për të ndjekur. Ndërkohë që kur vija tek Instagrami, duke qenë se TikToku nuk vjen video të plota, kur e vija tek Instagrami, ishte e lodhshme domethënë se nuk e dini se ku do të ndalonte të tjerë dhe bën video të gjata, edhe kjo për shkak ka lë prap një orë tani. Nëse keni ndonjë pyetje, mund ta marr për shenjat fola në përgjithësi, kështu që me sa duket ja. Okej, shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Këtë video mund të gjeni tek kanali im YouTube-it, do ta vë nesër që në mëngjes, pasi ta kem ndarë në shenja. E mbaruam veçorëshën, e mbaruam të gjitha shenjat. Okej, për shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë, po e mbyll. Atën e mirë.